Rishak, drogat kanë një dinamik të vetëm që ndryshojnë gjanat për vitin në vetë, e posaçërisht për dekade kështu në radhë, por ne kemi pas shumë problem me drogën e tipit heroin vite më përpara, që ka qenë droga kryesore pothuajse në Kosovë. Tani, nëse flasim për 5 vjeçarin e fundit, atëherë përveç marionës natyrisht është shumë e përhapur, jo vetëm në qytete, por edhe në rurale. Po ashtu me shpejtësi është rrit 3 vitet e fundit përdorimi i drogës tipit kokain dhe sa për ilustrim për përmeni që para 5 vjetë të na kanë qenë ata që paraqit për problemet me drogën kokain, mosha ka qenë 35-45 vjeç. Kjo ka rënë dukshëm për nxorr në vitin para pak pa 2005 që kjo moshë ka rënë 25-35 me tendencë të rrëmjes. Natyrisht se mosha mesetare për të gjitha drogat, të ata që janë të regjistruar në qendrën tonë, tani më ka rënë në moshën 16 vjeçare ku fillojnë përdorimin e drogës. Edhe kjo ne mendojmë që nuk ka ku të shkojmë më poshtë, sepse kur nxirret mesatare atëherë është kjo 16 vjeçare.